të mbrojtur dhe eficiente. Punojësit e administratës nuk janë mish për top të askujt. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Është bërë e patolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si të ishin ftesa për dasëm. Një punojës e administratës model, që ka 5 vjetë që lufton me kancerin, që është me një fëmijë 2 muajsh, nuk mund të arrestohet pa pasur asnjë lidhje fare vetëm sepse institucioni prezumohet se ka një lidhje me temën. Çfarë janë këto, ku jemi ne këtu? Dhe një gjë shumë e saktë dhe shumë interesante që e kam dëgjuar nga grupi i punës që po punon me Ministrinë e Drejtësisë së Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi shumë nga këto çështje që kanë të bëjnë me lirinë, ishte ndërhyrja në diskutim e një profesore të drejtës penale franceze që punon me ne, e cila pasi mori pjesë në disa diskutime na tha një gjë që është për ta mbajtur vath në vesh gjithë.